dhe thamë, pra, kam përshtimin gjithçka është bërë dhe përmes zëvendës presidentes që sot është presidente në detyrë, ata po menaxhojnë gjithë këtë tranzicionin, po them të gjithë gjë çfarë do të ndodhë në Venezuelë që situata të mos ju dalë jashtë kontrollit dhe që Amerika të ketë zonën e saj të influencës që e ka pasur gjithmonë për ta hequr nga influenca e Rusisë apo e Rusisë apo e Kinës. Pra doktrina Monroe e rregulluar nga Roosevelt. Doktrina Monroe, por para praktikisht si mund të ruhet siguria aty? Që mos kthehet kaosi në Irak. Idenë që e nderuar Esmeralda e tha, ne pjesën ushtarake të çdo lloj operacioni që zhvillohet, kemi mësimet e nxjerra. Dhe amerikanët në këtë rast, nga mënyra si veprojnë në Afganistan, në Irak dhe në vende të tjera, kanë nxjerrë një farë mësimi që pas operacionit dhe ndërhyrjes, kush do t'jetë metoda më e mirë që ne të mos përsërisim gabimet e të kaluarës, atëherë detyrimisht ka qenë kjo pjesa e bashkëveprimit dhe e koordinimit, por duke i zhvendosur gjërat në kohën hapësirë, presidentës në detyrë të zgjedhur. Mos gabimi që bën në Irak, mos ka qenë doon që shpërndan partinë Baath. Kjo ishte doon që partinë e Saddamit. E shpërndan. Aty doon që kanë kosto. Dhe kjo ishte ajo mënyra që mësimet e nxjerra të tyre në luftra dhe në operacionet që zhvillojnë luftarake i përdorin për të përmirësuar ato çfarë ata kanë arritur për të mos bërë e përsëritur të njëjtat gabime. Dhe në këtë rast ka qenë zëvendës presidentja, por duke zhvendosur gjërat në kohën hapësirë asaj, i duhet që të mbajë dhe i pozicion jashtë vetes për të parë se si reagojnë qytetarët e saj. Dhe detyrimisht që bëhet kjo loja diplomatike në duhet një lloj amortizatori. Të them që unë jam kundër atë të na kthejnë presidentin, po kur shikon kërstimin dhe metodën jo shumë diplomatike që Trumpi tashmë e ka të konfiguruar dhe e thekson, e nuk i bie larg si i themi ne me diplomaci, po e drejt për drejt i thot dhe i kërcënon, atëherë detyrimisht që gjërat zbuten dhe unë besoj që të dy palët, po në veçanti Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mësuar shumë nga zhvillimet e kaluara dhe tashmë tranzicioni shpresoj, besoj që do të realizohet i qetë dhe pa ndërhyrje të nevojshme, domosdoshme tjetër. CNN i thoshte që gjatë 48 orëve të fundit, Trumpi vetëm fjalën demokraci nuk e ka përdorur, asnjëherë. Sepse ka një gjë, tani ne duhet kuptojmë pak edhe mënyrën Trumpi në konferencën për shtyp nuk është duke ju folur as europianëve, as amerikanëve, as perëndimorëve. Trumpi ju flet qytetarëve të Venezuelës. Çfarë duhet të dëgjojnë? Ata janë një popull i varfër, i shtypur dhe shohin që presidenti i tyre ka 10 miliard dollar në bankat e Zvicrës, ndërkohë që ata janë në varfëri shumë të madhe si popull. Trumpi, kur u flet atyre, u flet, ju keni një pasuri shumë të madhe, keni naftën, ju mund të bëheni sërish të mëdhenj. Dakor, po edhe në çik demokraci tu thoshte doon, siç kanë thënë presidentit e mëparshëm amerikan. Ka folur sot, ka folur Michael Waltz, se desha ta them pak. Dhe po përmend vetëm disa pika që i ka parashtruar në Këshillin e Sigurimit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara, dhe prandaj lexon gjithandaj po ta shikosh çdo foto të Madurës ka një person në krahun e tij, mbrapa tij, anash tij, të shkruar DEA. Operacion policor i mbështetur nga ushtria, sepse janë të kujdesshëm deri në detaje, sepse ky është aspekti më pas ligjor i saj. Po ti shikosh në të gjitha fotot ke një DEA. Madje edhe tapeti kur e thot ka kryer një operacion të sakt ligjor kundër Nicolas Maduros dhe bashkëshortës së tij, të akuzuar për narkoterrorizëm dhe krime ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Operacioni nuk është një luftë kundër Venezuelës, por një ndjekje ligjore për krime që zgjasin prej 15 vjetësh. Në 2020 ka akt akuzë ndaj Maduros, nuk është e tanishmja. Pra, domethënë gjitha këto akuza i ka pasur. Një veprim i ngjashëm i bërë në 1989 me Noriegën, atë që e sodhen në vëmendje. Maduro nuk ishte president legjitim, ai manipuloi zgjedhjet për të qëndruar në pushtet. Në zgjedhjet e 2024 u konsiderua një farsë nga një panel IOKB-s. Pra, i bie edhe ajo që është president, në detyrë, o aso këbëja nuk të nje, mbi 50 vende përfshirë Shtetet e Bashkuara Bashkimin Evropian nuk e njohin Maduron si president legjitim. Edhe kjo pra nuk është një president legjitim në detyrë që të jep atë imunitetin dhe regjimi i tij pastaj i bën të lidhurat me krimen e tjera. Në fakt